6 shtetas shqiptar figurojnë mes 28 personave të arrestuar nga autoritetet italiane në kuadër të një operacioni të madh kundër një organizate kriminale që merrej me trafikun ndërkombëtar të kokainës. Hetimet kanë zbuluar se shqiptarët dyshohen të ishin pjesë e një strukture të lidhur ngushtë me një klan të ndrangetës që vepronte kryesisht në zonën e Milanos. Operacionet u finalizuan pas muajsh hetimesh te Guardia di Finanza, e cila ka arritur të dekonspirojë komunikimet e grupit kriminal përmes aplikacioneve të koduara Skype dhe Encrochat. Këto të dhëna kanë zbuluar aktivitetin e një rrjeti të mirë organizuar që siguronte kokainë direkte nga vendet e Amerikës Latine, ndërsa rruga e trafikut shtrihej drejt disa shteteve europiane përfshirë Italinë Veriore, Holandën, Belgjikën, Spanjën, Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë. Edhe pse autoritetet italiane nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi rolin specifik të shqiptarëve, informojnë se ata dyshohen të kenë qenë pjesë aktive e trafikut në të paktën 3.7 toneve kokainë gjatë 3 dhe 4 viteve të fundit. Sasia e drogës që qarkullon nga ky rrjet vlerësohet me të paktën 27 milionë euro në kuadër të operacionit hetimet për identifikimin dhe sekuestrimin e pasurive të vëna përmes aktivitetit kriminal janë shtrirë përtej Milanos, duke përfshirë edhe zonat e Romës, Kalabrisë, Bergamos, Parmës dhe disa vende të tjera jashtë Italisë. Autoritetet italiane pritet të publikojnë detaje të reja në vijim, ndërsa procedurat hetimore për të arrestuar tashmë po ndiqen nga struktura antikriminale dhe antimafia.